Përshëndetje miq të emisionit Kuzhina ime. Javët po shkojnë, ndërsa ne po ju sjellim gatime nga më të ndryshmet. Kështu duke ju qëndruar besnik çdo herë adhuruesve të gatimit, si dhe shikuesve të emisionit Kuzhina ime, për këtë javë ne kemi vendosur që t'ju sjellim një recetë të re, të cilën e përgatiti zonja Nurtene Zeinullahu. Javën e kaluar, ju keni pasur mundësinë që të ndiqni recetën pite nga zonja Rahime Kikaj. Për emisionin Kuzhina ime, zonja Nurtene Zeinullahu ka përgatitur skënderbeg. Shpresojmë se ju kemi ndihmuar sa do pak në përgatitjen e asaj se çfarë do të gatuani. Ju bëft mirë. Pomfritat. Ja pirët. Ja pirët. Po I valloj ma shumë të pirën. Pomfritat. Se janë matë mira, zakonisht drejkës. Se janë matë lishëm, shpesh shumë, çdo javë. Se matë mirë. Me qka ka nevoj, kur ka me meshe, kur ka diqka, kur ka që shrimë. Varët që shumë vjen mu huj për ta. Se jenë shqem përgjithshëm që këna hungre, se I mas përdimi, me meshe, me qakena shtë I marojna. Se në njohët po, meshe po kena gjithve, s'ka njëherë kur po kena në jashtë në për shkak se janë ma të shëndetshme. Unë për veti nuk I konsumoj shumë shpesh, ama njëherë një javë për shkak. Po me ndonjë gjellë diçka. Wallahi fëmija I hanë aty ma shumë, na I hanë, farët ka. Këtë për mu, pirët me gjellën. Dyja njëtë ma shumë t'i bojmë, se qisë më dhe trajtë dhe sen. Në ma të shëndetshme, ma të mirë. Wallahi në bëm sabah edhe nesër mas dite. Ma shumë t'i zini me kryp edhe të përzheta. Diqysh me e botë. Me dy, ma shumë të njoftë. Se më pëlqenjë se kanë njësa mina. Për ta në zhvarët. Se janë ma shëndetshme. S'po di njerë njoftë. Përshëndetje, unë jam Nurtene Zeinullahu, sot për kuzhinën time të këtë vës, ka me pregadit një skënderbeg, I cili ka mu pregadit me mish ramsteku, në nëvejitën 150 gram mish ramstekut, e marë me prejna, kështu parafërsisht, e marë me rrejnë fakës. E marëm pak e rrejnë me qekiq, kuzhine. Për mu ha pak ma mirë. Sa ma e hovë me qenë, që mu fërgu ma mirë, e marë me kryposën pak. Pak shto, parafërsisht, mishin. Mishin e lojmë pak kështu të kryposën me përshu. E marëm pak, prejna pak përshutën e ty mosër. E grina kështu në flekëzat të holla. Parafërsisht një 100 gram shkojnë përshut ty mosër.
mjafton. Marëm mishin, e vendosëm në ras, e randitëm përshutën, e tymosër, e randitëm kështu. Marëm pak solle, ose kaçkavall, si doni, si e keni për shefi. Unë ma shumë e preferoj me solle. Marëm sollën e randitëm kështu. Ja, pra. Marëm e mbështjellën mirë. Duhet me ja dhoni formë të mirë. Marëm edhe pak kryp e kryposëm. Marëm i thejna 2 ve. Edhe veve pak kryp ju qesëm. I marëm i tundën vetë. Ja, pra kaq mjafton. Fillojmë me skënderbegun. Skënderbegun mas pare e shtim në miell të grytë. Duhet me ja dhon formën me dorë, që për mi marrë mielin edhe vetë ma mirë. E shtim tash në ve. E lyna mirë me ve. Marëm, e qesëm në prezle, ose në bukë të grimësume. Duhet me ja dhon formën e mirë. Duhet me palu kështu me dorë që mësë më në hapë, se kur të bjen në vajtë në zetë, mundet më në qelë. Ja, pra. Edhe skënderbegi është gati. Tash po fillojmë. Marëm fërterën. E hedhëm vajin. Hedhëm vajin e thjeshtë. Vaj sa ma tepër duhet me pas, për me mbulue skënderbegun. Edhe qesëm vajin mundze. Pasi e kemi qitë vajin mundze, mas 10 minutave e qesëm skënderbegun, se duhet me qenë temperatura e nxehtë e vajit, për me ra skënderbegu mu fërgu. Tash na mujna më shku me perime. Me perime mas pari po shkojmë me spec të kuq. E marëm specin e kuq e qeljem. Edhe e grina në copa 4 ore. Një spec i kuq mjafton për këto perime. E marëm tenxherën, qesëm këto ku kemi mi fërgue perimet. I marëm karotat.
I grina në formë trumbullake. Dy karrota mjaftojnë. Ja, pra. Marëm tjetrën karrotë. Marëm një kungullesh. E ndajmë 4 copa, e prejmë në formë 4-ore. I kungullesh mjafton. Ja pra dhe pjesën tjetër. Marëm një patligjan zi. E prejna në copa 4-ore. Duhet pak me pastru mja hekit mjesin. To. Dhe patligjani zi njejt prehet, si kungullesha. Ja, pra. Ja, pra. Dhe patligjani zi gati është. Këtu i marëm pa kryp, parafërsisht 1 lugë, 2 lugë kryp, mjaftojnë për këto. Edhe fillojmë këto me pak gjallë këtu qesëm. Qesëm pak gjallë. Se duhet mu fërgu këto perimet. Edhe pak vaj ulliri. Pak vaj ulliri. Shkojmë pak me piper të zi. Edhe fillojmë me qesëm shpëret. Fillojmë tash me lule lakne. Marëm një copë lule laknës. Ja, kjo mjafton bo. E marëm lule laknën, e prejmë pak. Mas mirë se lule lakna qahet me dorë, se me thik mundet edhe mu grimsue. Me dorë qahet kështu mas mirë. Ja hekëm këta. Njëjtën procedurë shkojmë edhe me brokoli. Marëm e qelim kështu me dorë. E këpusëm. Pra dhe pak këtu. Këtu na duhet një tenxhere, mi marë mi qitë, mi vlu këto. Duhet pak mi vlu. Qesëm në tenxhere. Ju hedhëm pak kryp. Marëm pak maslac. Marëm pak ujë. Një gotë
e ujit, ujin mbulojna. I qesëm në shpëret. Vaj është fërgue, pashte pe marëm pe qesëm Skënderbegu në mbajtën zetë, që kemi prit 10 minuta, ja pra është bo për me gjujtë Skënderbegun. Tash këto, në pak deri sa të marim val. Pak puja qesën perineve, një gotë shajit, që edhe brokolit gati janë, uzin, pa kemi si veshtën me pak uja dhe avëll. Tash po shkoj me servirimin e pjatës për Skënderbeg, pasi që është fërgue Skënderbegu dhe perimet, tash po shkoj me dekor të pjatës. Për dekor na nevojitën 2 portokalla, 2 copa limon, shkan kështu në rrath rëmbullakta. Edhe filloj me pregadit me servirimin e lule laknës, edhe brokoli është zi mjaft. Ja dhe brokoli është zi mjaft mirë. Ta shkojmë pak me perime. Perimet janë fërgue gati 20 minuta. Vesh me avëll janë bo dhe me gjallë. Akave Skënderbegu është gati. Skënderbegu t'ja qesëm 2 limona kështu në rrath, edhe pak mardanos të frest. Ja, pra, kjo është Skënderbegu, që e kum pregadit për një person, është me lule lakne, me brokoli, me patligjon zi, kungullesh, spes të kuq, karot. Kjo është për një person, e unë për kuzhinën time kom pregaditën Skënderbegun, kush e preferon, i boft mirë.